Kam dëgjuar ca molotovar edhe ca karneval që thonë nuk ka lidhje fare Irani këtu. Kjo është një protest bio. Protesta e atyre që janë shqetësuar për Zvërnecin është bio. Natyrisht. Por ajo që bëjnë vendet të cilat futen armiqësisht në trupin e një vendi tjetër është pikërisht shfrytëzimi i protestave bio, i mërzive, i sekëlldive, i shqetësimeve, i alarmeve bio. Dhe pastaj e din ata si çfarë bëjnë. Se duhet jesh idiot që të mohosh përfshirjen aktive të një vendi armik, i vetmi vend armik që ka Republika e Shqipërisë. Jo se kemi zgjedhur ne ta bëjmë armik, po se ka tentuar të na shkatrojë të gjithë investimin që kemi bërë për infrastrukturën digjitale, është Republika Komeiniste e Iranit. Dhe duhet jesh idiot që të thuash Irani nuk ka asnjë punë, kur vetë zëdhënësi i qeverisë iraniane shkruan Shqip Ramaik.